I dashur publik, po e shoh që ka nis fushata e ftesave për pjesëmarrje në atë që këta po e quajnë marshi Liria ka emër, që po e dojnë me nis me 12 shtator. Arsyeja pse këta po e duan me nis këtë marsh me 12 shtator s'ka të bëjë me Lirin ka emër, ajo është preteksti. Ndërkohë që arsyeja vërtet është për me destabilizu Kosovën, me e quajtur Kosovën një krizë të thellë. Nuk ka pse festohet me 16 shtator apo me 12 shtator, për gjoja lirimin e të akuzuarve për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Këta njerëz që akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, akuzohen sepse dyshohen bazueshëm që kanë vrarë veprimtarët e lirisë, çlirimtarët, luftëtarët e lirisë, gazetarët, intelektualet, kokat politike dhe veprimtarët e çlirimit tonë dhe kauzës tonë për çlirim nga Serbia. Partia Demokratike e Kosovës dhe partitë të tjera që janë bashku kësaj fushate bashkë me Fatmir Shehollin që e ka nis këtë fushat, i cili është arrestuar për spionazh për Serbinë, janë njerëz të cilët janë pjesë e operacionit të përbashkët politik, kriminal, komercial, të cilët e kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet, e kanë zhvat Kosovën për 20 vjet, e kanë instalu Serbinë në Kosovë për 20 vjet rresht, pa ndalim, pa mbarim. Tash 7 vitet e fundit, këta janë të u përpjek me çdo kusht, me sabotu çdo mundësi të konsolidimit të shtetit Kosovës dhe me pengu edhe parandalu çdo rrugtim të shkëputjes së Kosovës nga Serbia. Ky është qëllimi i tyne dhe kjo nuk ka të bëj asgjë me atë që këta e quajnë çlirimtar. Ta madje po gënjejnë kur po thojnë çlirimtarët, po gjykohen, po gënjejnë kur po thojnë se lufta çlirimtare po gjykohet. Tash unë po du me ja ulshu videon ku flet Bedri Hamza i PDK-s dhe shikojnë se si rren me goj hapun fjalë për fjalë. Une si gazetar, me përgjithësinë time profesionale dhe me ndërgjegjen time morale dhe kombëtare, nuk muj me nejt i heshtun me i toleru rrenat që po i shoh dhe manipulimin dhe përpjekjen për ta katandis krejt kombin ton për hir të 3 individëve të cilët dyshohet bazueshëm se janë përgjegjës për vrasjet sistematike të veprimtarëve tanë për çlirimin atë dhëut. Ata nuk janë as themeluesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, as ideatorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata njerëz janë puçist sipas çdo dokumenti hulumtues që na e kemi gjurmu, të cilët janë vënë dhunshëm në krye të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pastaj janë vrarë krerët themeltar, intelektualet dhe kokat politike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në mënyrë për ta kapur shtabin e përgjithshëm dhe për ta kapitulluar luftën për çlirim. Deri te nënshkrimi i afirmimit të sovranitetit të Serbisë mbi Kosovën, deri te mungesa e përgatitjes për ta shpallur pavarësinë menjëherë pas luftës në Kosovë, deri te përpjekja sistematike për ta neglizhuar dhe vonuar dhe sabotuar deklaratën e pavarësisë Kosovës menjëherë pas luftës, nënshkrimi kapitullimit të luftës çlirimtare, dorëzimi i armëve dhe pastaj neglizhimi i qëllimshëm i hapjes së institutit për dokumentimin e gjenocidit serb për 11 vjet rresht, lënia e veriut të Kosovës në duart të Serbisë menjëherë në vitin 1999, ku mes natës 3 dhe 4 shkurtit vitit 2000 janë dëbuar mbi 11.364 shqiptar nga trojet e tyne, nga shtëpitë e tyne në veri të Kosovës me orkestrim të Serbisë dhe tolerim të qeverisë së përkohshme të Kosovës, të udhëhequr atë botë nga Hashim Thaçi. Për 20 vjet rresht, Kosova ka bënë nënshkrimet marrëveshjeve sistematike për instalimin e kthetrave të Serbisë. Mos ju besoni hajduqve, mos ju besoni matrapazve, mos ju besoni njerëzve të cilët në çdo formë dhe pore të pushtetit e kanë instaluar shërbimin apo agentët e shërbimit informativ të Serbisë në Kosovë. Ja ku i keni dëshmit, kush ja u ka nis këtyne fushatën Liria ka emën, tash ju tregoj fotografit, edhe ja u tregoj faktet që këta zotni e kanë pas Fatmir Shehollin, agentin e Serbisë në xhep të tyre prej fillimit. Shikojeni.
Kjo është një fotografi e Fatmir Shehollit me Hashim Thaqin, ku Fatmir Sheholli ka nxjerrë prej sirtarit të tij për me ja uru ditëlindjen zotni presidentit. Kjo është fotografia që Fatmir Sheholli e nis fushatën Liria ka emër. Në çdo operacion, demonstrat, mbledhim, ku shihen udbashët, ku shihen agentët e Serbisë, ju i dashëm publik, ju i dashëm patriot shqiptar, nuk duhet me turpnu vetën me marë pjesë aty, sepse ai mbledhim ka pretekstin dhe dukshmërin edhe simbolizmin e luftës tonë shtërimtare, por qëllimin dhe kauzën e fshehun e ka vetëm të Beogradit zyrtar. Këta janë të njëjtit njerëz që i kanë orkestru krejt këto operacione në favor vetëm të Beogradit. Tash po e shohim çka po thot kreu i PDK-s Bedri Hamza, e cila parti në perspektivën tonë redaksionale i ka duart me gjak të shqiptarve, duart me gjak të veprimtarve shqiptar të cilët kanë luftuar për liri, të cilët janë përpjekur ta shkëpusin Kosovën nga Serbia dhe sabotimin e secilës agjend e kanë bërë vazhdimisht dhe po e bëjnë vazhdimisht Partia Demokratike e Kosovës dhe format tjera organizative të tyre që herë quhen SHIK, herë quhen AAK, e ndonjëherë Besa dhe LDK, se tashme kanë fut në kontroll edhe atë parti. 5 ditë në ndojnë nga 16 shtator. Të dashur, 25 ditë në ndojnë nga 16 shtator. Një ditë e rëndësishme për Kosovën dhe për vërtetën e luftës sonë qeveritare. Në prap kësaj date, do të ngrim edhe një herë zërin për historinë që kemi jetuar dhe për shtërimtarët tonë. Por derisa ajo ditë është e rëndësishme për Kosovën, sepse vendoset a do të mbahen prapa grilave, njerëzit që dyshohen bazueshëm se i kanë vrarë veprimtarët tanë, njerëzit që dokumentueshëm e kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet, njerëzit që dokumentueshëm e kanë instalu sistematikisht Serbinë në Kosovë për 20 vjet. Kjo datë nuk është datë ku vendoset për pikpyqëmërinë e luftës tonë çlirimtare. Ky njeri po gënjen hapun. Ushtria çlirimtare e Kosovës nuk është në bankën e të akuzuarve. Lufta jonë e lavdishme çlirimtare për çlirimin e atë dheut nga Serbia gjykatare, të cilën këta e kanë instalu për 20 vjet rresht, nuk është duke u gjykuar në gjykatën ndërkombëtare të Kosovës në Hag. Ky po gënjen çdo gjë që e tha, përveç fakti që është ditë e rëndësishme për Kosovën, por kjo ditë nuk do më thonë se duhet me u mbledh pa turpnisht e me u përpjek me i friksu njerëzit edhe me kriju krizë të panevojshme në Republikën e Kosovës, sepse këta dine, këta janë sabotuesit e Kosovës që 7 vjet ta janë munu me e majt peng agjendën e shkëputjes së Kosovës nga Serbia. Këta nuk përfaqësojnë patriotizëm, këta nuk përfaqësojnë ushtrinë çlirimtare, këta nuk e përfaqësojnë kauzën tonë për çlirim. Sekretari i Partisë Demokratike e mbështes plotësisht marshin e organizuar nga platforma Liria ka emër. Po, marshin organizuar nga platforma Liria ka emër, qëre kush është platforma Liria ka emër? Njiheni mirë këtë fytyrë. Ky njeri është arrestu për spionazh për Serbinë. Ky e ka nis këtë fushat, ky është zotnia e platformës tyne. Këta vazhdojnë me platformu këtë ide. 12 shtator në Prishtinë. I ftoj gjitha strukturat e PDK-s në çdo komunë, deg dhe në ndeg, që të mobilizohen dhe të bashkohen këtij organizimi qytetar. Deri me 16 shtator, ne do të zhvillojmë edhe aktivitetet e tjera për të avokuar për drejtësi, për lirinë e çlirimtarëve dhe për pritjen e tyre në Kosovë. Nuk ka të bëj kjo me liri çlirimtar. Të kishin kanë ata çlirimtar, nuk kishin vrarë veprimtar shqiptar. Të kishin kanë ata çlirimtar, nuk i kishin vrarë Behajdin Hallaçin, nuk i kishin vrarë themeltarët dhe kokën politike dhe intelektuale të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nuk kishin tentu strukturat e tyne me vrarë presidentin Rogova. Nuk i kishin vrarë
veprimtarët e lidhjes demokratike të Kosovës nuk i kishin vra gazetarët shqiptar të cilët kanë kërku llogaridhënie për veprimtaritë e tyne makabre dhe gjekatare ndaj veprimtarëve të lirisë. Tishin kanë ata çlirimtar, nuk e kishin nënshkru asnjë marrëveshje favorizuese për Serbinë gjatë 20 vjeçarit të masluftës. Tishin kanë ata çlirimtar i dashur publik. Nuk e kishin plaçkit Kosovën, nuk e kishin shkatru industrinë dhe ekonominë tonë, nuk e kishin instalu Serbinë, nuk ja kishin qel udhën Serbisë për me hyn veri dhe me u përpjek me aneksu. Tishin koni dashën publik, këta njerëz çlirimtar, nuk ja kishin propozu presidentit Vučić për me avon verjen e Kosovës. Këta njerëz janë sabotues, janë kërcënim për sigurinë kombëtare, janë kërcënim për ekzistencën e Republikës Kosovës. Operacioni shtatorit është operacioni i përbashkët i Tiranës zyrtare me Beogradin zyrtar, me destabilizu rajonin jashtë Serbisë dhe jashtë Shqipënisë, pra në Kosovë dhe në Maqedoni, në mënyrë që me shpërqendru vëmendjen nga protestat kundër regjimeve brutale, kriminale, mafiozeske, siç është ai në Tiranë ashtu edhe në Beograd, në mënyrë që Beogradi dhe Tirana t'i spastrojnë kryengritësit apo protestuesit kundër regjimeve të tyre. Këta duan ta destabilizojnë Kosovën edhe Maqedoninë e Veriut në llogari të Beogradit dhe Tiranës zyrtare, në llogari dhe emër të luftës tonë të lavdishme çlirimtare. Mos i lejoni, mos ju a jepni fuqinë që këta matrapaz, këta hajduq, këta zhvatës, këta njerëz me duart me gjak shqiptari të vrarëve veprimtar tonë të cilët kanë luftu me kauza të plota për liri, me i përdor për llogari të interesave të Beogradit. Mos ju përgjigjni ftesës këtyne për me dalë me marshu në rrugët e Prishtinës, sepse do të kontriboni për ta materializuar misionin dhe operacionin politik të Beogradit zyrtar. Këto informacione që sapo ju a thash, janë konfirmuar në Londër, janë konfirmuar në Berlin, janë konfirmuar edhe nga Brukseli, por i ka konfirmuar në formë lapsuse edhe vet zotnia në fjalë për cilin ju e keni pa që kam shkru e që quhet Nasim Haradinaj. Tash po ju a lëshoj një segment të videos tina ku ai e lëshon llafin dhe thot që ka mu kall Maqedonia. Nuk ka që ka mu kall as Maqedonia, as Kosova për llogarit Beogradit. Këta janë tu përpjek me destabilizu Kosovën për llogarit Beogradit. Dëgjojeni Nasim Haradinajn. Për ndryshe, e di që kanë qujtë zote Pasani, po për ndryshe do të me ditë që këtu jo Kosova, po ka Shqiptaria ka bukallë kjo. Ani këse disa po mënojnë a me festu, po ata që do të festojnë ato ditë, besoj që do të kallën qatë zjanë. Për shka e këni fjallë, zote Haradinaj? Para se me vazhdu dhe njerë, po ja kujtoj këti zotnis, këti pronarit 200 hektarëve tokave të cilat i ka ble në forma klandestine hajduteske. Nuk mund është ti zotni mi kallëzu këti kombi se kur feston, se skualifikohesh për paraime të patriotit, se ti ke gjujt pushkën edhe i ke thonë po kur o vra veprimtari shqiptar, i ke thonë po me heshtje kur janë vra gazetarët shqiptar, kur janë vra luftetarët e liris, e ti mëri i paftyr, nuk mund është me i kërcnu familjet e veprimtarëve tanë, kur duhen ata me festu një moment të vendimit të së drejtës. Prandaj ju po përpiqeni me ndyt e me përbaltnos këtë moment të rëndësishëm për familjet e veprimtarëve të vrarë. Dëgjojeni çka thot ky tash. Kemi individ që përdojnë do të vi me festu nëse merën denus, por përdojnë nëse merën taj dëndim, do të rëtullohet, unë menoj që ka më eskalu që është shumë kesh, do të digjet flok Kyvan, do të digjet flok Maqedonia, do të digjet... A e dëgjut, do të digjet flok Kyvan, këta po dojnë me dje Kosovën flok për hir të Serbisë, sepse po duhen me e pengu agjendën e shkëputjes së Kosovës nga Serbia. Këta po duhen me e kallë edhe Maqedoninë,
sepse qëllimi dhe interesimi është për me shpërqendru vëmendjen nga Tirana zyrtare protestat disa mujore atje, por edhe nga Beogradi protestat disa mujore që janë gjithashtu atje. Dhe këta janë të gatshëm me e kallë Kosovën, këta janë hajna, këta janë matrapaz, këta janë të paftyr, këta janë të gatshëm me elshu edhe me edhon Kosovën qysh dush, vetëm me i majt këta regullat e tyne, të mafioz lëkut edhe të matrapaz lëkut që këta e mësu për 20 vjet me sundu Kosovën këto forma. Mos ju përgjigjni kërkesave tyne dhe ftesave tyne. Majeni në men, këta janë ata. Këta janë ata. Vetëm të kamuflum me simbolin e lavdishëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe po duan me pengu e me sabotu konsolidimin e institucioneve tona, por edhe shkputjen e Kosovës nga Serbia, sepse pa Serbin këta janë asgjë. Pa Serbin këta nuk mujnë me vazhdu me plaçkit edhe me sundu këtë popull me kërbaq e me gryk pushke, qyshe kanë sundu për 20 vjet. Kanë vra, kanë pre, kanë dhunu, kanë tërbu, kanë plaçkit, kanë zhvat, pa ndalshëm, pa i dhonë llogari kërkujt. Tash është koha ku llogaridhënia duhet me trokit në tragun e secilit prej tyre, sepse pas gjyqit Hagës së 16 shtatorit do të ketë gjykat speciale të Kosovës në Kosovë me prokuror e gjyqtar ndërkombëtar, të cilët gjithashtu do të merren me këta matrapazët e tjerë të cilët i kanë zbatu urdhrat e vrasjes dhe të merreve që ja kanë bërë këtij kombi deri në plaçkitjen sistematike të mirës tonë publike. Miropafshim në rastet e